Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, nga telefonon? Nga Gjilani. Gjilani, qështë kam? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Mirë dhe ne faleminderit. Si më kalën e? Bash mirë, ti si kalon? Mirë. Të përgatit iftarin. Çka ke përgatitur për iftar? Vallaj, specat mosht, si na shqiptarët. Shumë mirë. Ju bafshin mirë. A i bo gati për Bajram, a ke përgatit baklav, çka ke përgatit për ëmbëlsirave? Vallaj, me të kallzu drejt e kum bo baklavën si këtë në herë, që bëj kënë në emë, si taj plaku, pak ma herët, mi tirë petat. Po? Qashtu e kum bo, që del në të, nuk e di. Sa kohë merë kështu më tirë petat edhe gjithë procesi i këtyre baklavave që i kanë bo nana tona më herët? Po tash nuk e di që kanë bo nëna tona ma herët, se nashta u kon ambienti ma i ftoft, tash ketë me nxemje, po tiren ma shpejt. Po, e vërtet? Po, tash të më ka marrë, valla një 5-6 orë ko, po. Boll shumë. Dhejsa u kry, dhejsa u teren. Kesh beja gipun ke baklava. Po. Jo me bom, si a i agja si ta me petat pitës. E vërtet. A mendon që fesojnë Bajramin për qefa për sy e faqe? Ja, Allah, në mendoj me që për qef, se pa gjerojnë një muj det. Po. Kja gjeru ti, po? Po, Sa po mirë. pa gjerojmë na. A gjerim të pranushën ty edhe gjithë që për qef, amen, inshallah, kush e ka gjeru, zot jap shpërbleft, ja pranu të gjerimin. E juve ja uroj Bajramin edhe pësë së falë hala. Faleminderit shumë e dashur, ne ty ta urojmë. Po qifat, shëndet e gjitha të mirat. Edhe të gjitha të mirat, dëgjojmë prapë, shumë faleminderit Gjilani. U duken nga zëri kështu që është e re edhe